Tash varet sa është i akumulum. Apo kupton, varet është lëndimi tashëm, dallojnë këto sene, nëse është diçka që... Na flasim, unë po mendoj Mbasti çfarë lloj lëndimi është në raport shoqëror, është në raport intim. Zakonisht lëndimet më të mëdha janë dashnie, emocionale, po pra. Pse? Se po të tregoj tash për ka aspekti profesional i bioenergjisë, ka shkenca e bioenergjisë. Në momentin që dy njerëz kanë intimitet, ajo shkëmbim më i lartë energjetik në mes dy personave. Dhe më thonë, lidhet një kabel energjetik mes atyre dy personave. Kanal. Edhe e çush ndikon ajo është temë shumë e gjatë. Po, me fal duhet me fal, po duhet me fal, por unë e them kështu, unë po ta fali, jo pse ti meriton, po pse unë po du më shliru për kësaj ngarkese edhe me vazhdu jetën përpara. E çka është mes teje dhe Zotit, nuk është punë e mia. Unë po ta fali me zemër dhe me shpirt, jo pse ti meriton, po pse unë po du më shliru për kësaj ngarkese edhe me vazhdu jetën përpara. E çka është mes teje dhe Zotit, nuk është punë e mia. Unë po ta fali me zemër dhe me shpirt, jo pse ti meriton. Afirmime jetën po. Okej. Njerëz, gjithsesi mendoj që nëse të falim, e veshim një këmishë të viktimes. Një farë lloj këmisha të viktimes. Unë po flas në përgjithësi në jetë, çka kam pa unë edhe çka shoh për çdo ditë me klienta. Shumica e njerëzve të cilët durojnë shumë, edhe falin shumë, flasin për viktimizim. Atëherë nuk kanë fal. Unë besoj se vetëm fjala po do më dalë. Jo detyrimisht. Prandaj e thash, duhet forcë. Hapet debati, mund të jeton me folë. Nuk është viktimë, ti duhet me pas prandaj e ceka, duhet kogja shumë me dash veten, me punu me veten, mu vedisu edhe me punu me emocione për me falë. Momentin si ti je jaftë për me falë, ti je shumë i guximshëm, sepse nuk është e lehtë, është kogja e vështirë me punu në këtë aspekt edhe me falë. Mu liru për i këtyne ndjenjave që ty të kanë shkaktu një dëm shumë të madhë, kjo është lloj rikuperimi që jo çdo njeri e arrin, prandaj njerëzit si falin, unë nuk po flas në aspektin okej, ta kom falë, është diçka tjetër. Nuk ka të bëj me personin tjetër, si që tha, këtu e ceke shumë mirë. Nuk ka të bëj me personin tjetër, ti në raport me vetën tënde, ti je rahat që ti emocionalisht je qetësu. Nëse thojmë nuk ka të bëjnë me personin tjetër, do të thotë që unë e kam të dashurin tem, i cili më ka lënduar, supozojmë, flasim hipotetikisht, e kemi një raport burri, i dashuri, më ka lënduar, unë e kom falë jo për ta, po për vete. Kjo është. Okej, a mes në atë raport, apo ndahem? Këtu është problemi sepse... Këtu varet mënyra se si e përjeton tjetri lëndimin, edhe mënyrën se si arsyeton individin. Neve para